Selim Reka, një jetë kushtuar atdheut, arsimit dhe familjes. Në çdo fjalë që shqipton, çdo libër që hap, çdo nxënës që mëson, jeta e tij është një betim ndaj dijes dhe atdheut. Ky është rrëfimi i një mësuesi që nuk e pa arsimin thjesht si profesion, por si mision. Selim Reka lindi më 18 maj 1960 në fshatin e varfër ekonomikisht, por me pasuri të mëdha natyrore, në Korbliq. U rrit në një familje të madhe me 16 antar, 7 motra, 7 vëllezër dhe 2 prindrit. Fëmijëria e tij u shënua nga përkushtimi ndaj mësimit dhe vështirësitë ekonomike që i përballoi me guxim dhe vendosmëri. Shtatë vllazën e 7 motra. Kanë qenë shtëpi dhoma 8 me radhë. Në qashë kemi pas dhomën e miqve. Po dhomën dhe njëherë ka shëtu pa miq, pa musafir. Kjo ka qenë o borri për para, kjo dardha ujse, që non stop ka pas e kur pikshin, dashme të një imlashme, ose hyshme edhe në ta. Se kjo vetëm gjysma ta, gjysma është... Arsimin fillor e përfundoi në fshat, ndërsa atë të mesmen e vijoi pranë shkollës së mesme në Kaçanik, duke bërë për çdo ditë nga 10 kilometra në këmbë në të dy drejtimet. Asnjëherë nuk mungonte në mësim, pavarësisht kushteve atmosferike. Mësuesit e tij kujtojnë se gjithmonë ruani një vend për të pranë stufës për të tharë rrobat e lagura nga shiu apo bora. Në cilën vetë keni dalë në Kaçanik? Në vitin 1978 kemi marrë ushtrinë atje dhe kemi shpërndir. Të ndyshe na presu kemi ushtu për në Kaçanik. E vllazës për më na siguru që ne në shkullu, ata janë detyru kanë dalë jashtë, gjithmonë kanë qenë. Në vitin 1979, Selimi u bë i pari nga familja e tij që regjistrohej në studime universitare, me mbështetjen financiare të vëllezërve të tij, Vaidit dhe Remziut, të cilët punonin në Mërgat. Kjo shënoi një kthes të madhe në jetën e tij dhe të familjes. Ai mori pjesë aktive në demonstratat studentore të vitit 1981 në Prishtinë, duke reflektuar pakënaqësinë e akumuluar prej vitesh ndaj statusit politik dhe ekonomik të shqiptarëve në Kosovë. Pas kthimit në Korbliq, ai vazhdoi të shprehte hapur për krahjen për protestuesit dhe të rinj që organizonin demonstrata edhe në nivel lokal. Për shkak të kësaj veprimtarie, Zotëri Reka u arrestua së bashku me baban e tij nga autoritetet e asaj kohe pikërisht në fshatin e lindjes. Gjatë qëndrimit në burg, vëllai i tij Ismaili ndoqi ligjëratat universitare në emër të tij dhe mbante shënime duke ia përcjellë Selimit në mënyrë që ai të mos mbetej mbrapa me studimet. Pavarësisht presioneve politike dhe kërkesave për përjashtimin e tij nga universiteti, Zotëri Reka arriti ta përfundonte me sukses Fakultetin e Shkencave Natyrore në vitin 1984, falë mbështetjes së profesorëve të tij, e veçanërisht profesor doktor Aslan Pushka, i cili i kishte thënë: "Zotëri Reka, detyra juaj është të studioni, e pjesën tjetër ma lini mua." Pas diplomimit, kreu shërbimin ushtarak të asaj kohe në Zemunik të Kroacisë dhe në Bihaq të Bosnjës. Në verën e vitit 1984, ai u martua me Tahiren, me të cilën krijoi familjen në një frymë të vazhdueshme dashurie dhe respekti. Fillimi i jetës profesionale që i vështirë,
Pas 4 vite përpjekjesh, u punësua fillimisht në administratën pyjore të Kaçanikut. Gjatë viteve 1988-89 shërbeu vullnetarisht si mësues. Në fillim të viteve 90 u përfshi aktivisht në nismën e pajtimit të gjaçeve, një lëvizje paqësore dhe historike për shuarjen e hasmërive ndërmjet shqiptarëve. Këtë periudhë Zotëri Reka e cilëson si kulmin e angazhimit moral dhe kombëtar në jetën e tij. Në vitin 1991, gjatë fushatës së largimeve masive të shqiptarëve nga puna, edhe profesor Reka u përjashtua. Ai u detyrua të shpërngulej në Shkup me familjen e tij, ku me ndihmën e vëllait të tij Vaidit hapi një mishtore, duke siguruar ekzistencën e familjes me punë të ndershme. Pas përfundimit të luftës së Kosovës, në tetor 1999 u rikthye në Kosovë. Për 4 vite punoi në Prishtinë në infopunktin e shoqatës së miqësisë Zvicër-Kosovë, duke ndihmuar në procesin e rindërtimit dhe integrimit të shoqërisë kosovare. Pas lufte, ose ma mirë me thonë pasi që hyti fakultetin, sidomos pas luftës, ishte i angazhuar edhe shoqëria civile. Ka punu 5 vite shoqata e Zvicër Kosovë në Prishtinë, ku ishte aktiv për ndërtimin e Kosovës, për ndërtimin e njerëzve që ishin kthyer nga mërgimi, që ishin kthyer refugjat pas lufte, që kontriboi kjo shoqatë për ndërtimin e shtëpive dhe për rehabilitimin e tyre. Pastaj ishte aktiv në Gjimnazin Skënderbeu, edhe ishte si shembull qoftë gjatë ligjëratave edhe qoftë jashtë objekteve shkollë, gjatë ka osjellë Selimi, vërtet ka qenë shembull për shoqërinë tonë dhe ka kontribuar vazhdimisht për shoqërinë. Aktiv edhe në jetën politike, Selimi ishte antar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku shërbeu si asamblejist komunal për 4 vite dhe si kryetar i degës së LDK-s në Kaçanik. Ai ishte mbështetës i palekundshëm i presidentit historik Ibrahim Rugova, që identifikohej me filozofinë e tij paqësore. Thënia durim, e cila u bë sinonim i qëndrueshmërisë në kohët më të vështira, ishte udhërrëfyesi i Zotëri Reka në veprimtarinë politike dhe jetën e përditshme. Se dije se Lidhja Demokratike është një parti më e vjetër, parti pluraliste e para, jo vetëm Kosovë. Zgjidhja më mirë për Kosovën është një Kosovë e pavarur dhe gjithsesi kërkuam një prezencë më të madhe të Shteteve të Bashkuara në Kosovë dhe një mbrojtje nga Shtetet e Bashkuara. Një urim të veçantë për mikun ton të veçantë, profesorin e nderuar, veprimtarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Kaçanik, Selim Reka. Selim të uroj gjithë të mirat, pensionim të shëndetshëm, jetë gjatë të lumtur me familjen tënde, me miqt, bashkëpunëtorët, shokët, edhe gjithë ata që i don edhe respekton, po ashtu edhe që të dojnë dhe të respektojnë. Vjen mirë që kem pas mundësinë që një kohë të bashkëpunojmë për sa afërmi, unë si ri, si veprimtar i LDK-s, e si funksionar bashkërisht në përgjegjësitë tona, por më së shumti ndaj respektin për mirësinë, edukatën, sjelljen dhe afërsinë tënde, pavarësisht moshës, por përkrahjes për gjithë të rinjët që dëshirojnë kontribuojnë për Republikën e Kosovës, e sidomos ty për Kaçanikun, edhe vlerat që posedon vendi dhe vendlindja jote. Urime, i gëzofsh gjitha të mirat, shëndet dhe lumturi gjithmonë. Gëzuar. Që nga viti 2005, kur u rikthye në arsim, ai ushtroi funksione të ndryshme, si profesor, shef ndërrimi, drejtor dhe së fundmi si sekretar shkolle. Me mirëqenie të lartë morale dhe edukative,
dhe përkushtimin e tij ka ndikuar në edukimin e shumë brezave. Me profin Selim është Ignaci me punu si koleg, si ushtrues detyre dhe si sekretar. Ky profi Selim ka qenë një e veçantë, ka qenë një profesor shumë përkushtuar dhe me një veshje shumë elegante. Ka qenë i afërt me gjithë kolektivin, po ashtu edhe me nxënësit. Për çfarë do rast ndihme që keni kërku, profi Selim ka qenë i gatshëm të na ndihmojë, qoftë me vullnetin e tij të madh financiarisht apo edhe më shumë diçka tjetër. Prandaj na kemi qenë shumë të kënaqur me profin Selim, me që vitet po ecin, profi është në prag të pensionit, i uroj gjitha të mirat dhe shëndet të plotë. Ishte kënaqësi të kishim një koleg si profesori i nderuar Selim Reka. Ka qenë një ndër profesorët, drejtorët i përkushtuar për punën e tij. Gjithashtu ka qenë edhe një pedagog i shkëlqyer për nxënësit. Do i mungoj gjimnazet, nxënësve dhe kolegëve. I urojmë shëndet dhe gjithë të mirë. I cili ishte një profesor i respektuar dhe i nderuar nga të gjithë. Profesori Selim Reka ka qenë gjithmonë një mësues i shkëlqyer dhe i dashur për të gjithë nxënësit dhe kolegët, gjithashtu edhe si udhëheqës i gjimnazit Skënderbeu. Kam nderin pra ta uroj që ta gëzoj pensionimin me shëndet mirë të plot edhe ta shijoj këtë kohë cilën është një epokë e re për të. Me rastin e pensionimit të profit Selim Reka, deshta të shpreh mirënjohjet dhe falënderimin për kontributin e çmuar që ka dhënë në gjimnazin Skënderbeu. Gjatë këtyre viteve ai ka dhënë një shembull të përkushtimit, profesionalizmit dhe të bashkëpunimit të mirëfillt brenda kolektivit. Andaj unë i uroj shëndet dhe inkurajoj ta shijoj këtë periudhë të jetës me familjar dhe me pranë vetës. Faleminderit. Përkitazi me karakterin e tij të qetë por të dashur, ai kishte edhe jetën po të qetë dhe të rrethuar me njerëz të dashur. Kontributi i tij shumë vjeçar i ishte shpërblyer me një familje të dashur dhe me mirëqenie në të gjitha aspektet. E mbi të gjitha me harmoninë e vazhdueshme dhe dashurinë e vazhdueshme e të ndërsjellë, gjëra të cilat e karakterizojnë më së shumti familjen e tij. Pikërisht në këto vite të qeta, jeta e Selimit mori një kthes të rëndë. Që nga fundi i vitit 2022, ai dhe familja e tij u përballën me sfidën më të madhe të jetës. Bashkëshortja e tij Tahirja u diagnostifikua me kancer. Brenda një kohe të shkurtër, ajo kaloi 2 operacione të rënda dhe humbi aftësinë për të lëvizur. Gjatë kësaj kohe, profesor Reka tregoi një qëndresë të jashtëzakonshme, duke mos u dorëzuar asnjëherë. Edhe më shumë se ngaherë ai ishte kujdestari dhe shpirti i familjes. Natë e ditë pranë shoqës së jetës pa gjumë, por duke mos treguar lodhje, por dashuri dhe përkushtim të pafund, duke i qëndruar pranë me gjithë shpirtin dhe forcën e tij, deri në momentin e fundit. Bashkëshortja e tij, përveç dhimbjes nga ikja në botën tjetër, i la pas edhe kujtimet e paharrueshme për dashurinë e vërtetë, të pastërt dhe të qëndrueshme që i lidhte, fryt i së cilës janë 4 fëmijët e tyre, festimi, kushtrimi, dhurata dhe valmiri. Po ashtu edhe nipërit e mbesat duke pritur me padurim për mundësinë që do ta kenë për të kaluar kohë me gjyshin e tyre të përkushtuar, të cilin e kanë frymëzim dhe shembull përkushtimi ndaj familjes, kombit dhe dijes. Uri me 200 gjengjes, të
sa për mëzitë që keme dalë për zjarë, për unë për gëzona, se keme kaju më shoko, me ne nuk të japim rogë, për ne të japim dashuri. O babi, hajde unë për du pësos më konë, unë për du se gjyshi më konë, shumorime të lindje, të torf të Gjermania, të shku me mua me ble, me babin, me mamin, til Lidl, til Kauflande, til Krejt. Edhe til Mankitauina të shku me lojt, til isha me ble restaurant me shku, til Krejt që turetina të shku. Të dua. Ui. Për ditë kemi marrë ligën me PhD. Gjitha retrospektive që simbolizon pushimin dhe shijimin e lëvizionit. Edhe njëherë ta gëzosh. Woke up with the light, a sky so blue upon my eyes. With a thankful heart, today is another brand new start. I feel so positive, just wanna do my best to show this world I'm living in all of the love that I can give. There are many things that I can do, many things, yeah, that can make me feel so close to you. Joy within my heart can't be removed. Within my heart when I'm loving you. Yeah. Oh, every day's a good day. I put my life in your hands, Allah. You will always lead my way. Oh, every day's a good day. I give my life to you, Allah. You will always lead my way. I love this morning breeze, love how it can revive my soul. I'm so glad to be surrounded by the people I know, filled with happiness. Just wanna give my all and be all that I can be. Share all my love and energy, yeah. How many things that